Horoskopi ditor e hënë 28 prill 2025. Dashi. Jeni në çift, ju nuk do arrin dot sot ta destabilizojnë atmosferën. Mund të keni ndonjë debat të vogël, por që do sqarohet sa hapen mbyll syt. Beqarët do ndorrojnë më shumë se sa duhet, ndërkohë që realiteti nuk do jetë aq i bukur sa ata mendonin. Në planin financiar, tregoni më të organizuar nëse nuk doni që gjërat të marrin tat pjetën. Demi. Pritet që marrëdhënia në çift të jetë më harmonike gjatë kësaj dite. Do e gjeni mënyrën e duhur për t'i kërkuar diçka partnerit tuaj, dhe ai nuk do mund t'ju thotë jo. Beqarët do realizojnë një nga takimet më mbretëlënëse të jetës së tyre, dhe gjithë rrjedha do ju ndryshojë. Me financat priten vështirësi e probleme. Nuk do e ruani dot ekuilibrin. Binjakët. Dëgjojeni me shumë kujdes partnerin tuaj gjatë kësaj dite, sepse vetëm në këtë mënyrë do rigjeni lumturinë dhe harmoninë në çift. Beqarët do ja lënë gjithçka kohës dhe nuk do kërkojnë me padurim dikë për ta pasur pranë. Financat do jenë të qëndrueshme nëse shpenzoni me kujdes dhe maturi, ndërsa po e tepruat do keni vështirësi të mëdha. Nga forja. Në ndikimin pozitiv të Jupiterit, jeta juaj në çift do jetë e mirë dhe pa probleme. Do respektoni mendimin e partnerit dhe shpeshherë do keni të njëjtat ide. Duket se gjërat do fillojnë të ecin si duhet. Beqarët duhet të jenë realistë dhe të mos kërkojnë gjëra të pamundura. Të ardhurat fatmirësisht do kenë përmirësime të ndjeshme. Luani. Dëgjojni këshillat e yjeve gjatë kësaj dite dhe shtojni dozat e fantazisë në jetën sentimentale. Do ndiheni më mirë, si ju ashtu dhe ai që keni në krah. Beqarët duhet të lënë veten të lirë dhe të joshin ato që ju pëlqen. Mundësitë do jenë të shumta. Financat do kenë përmirësime të jashtëzakonshme fal një ndihme që do ju japin disa të afërm. Virgjëresha. Ambienti në çift do fillojë të përmirësohet gjatë kësaj dite. Do keni më të lehtë të flisni hapur me partnerin tuaj dhe do i zgjidhni të gjitha telashet. Beqarët do jenë të turpshëm dhe do mbyllen në vetvete. Po vazhduat kështu, nuk keni për të gjetur asnjëherë një partner. Financat do jenë të paqëndrueshme dhe herëherë delikate. Bëni shumë kujdes. Peshorja. Priten përmirësime të mëdha gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Do tregoni më të hapur me partnerin dhe do dëgjoni me kujdes atë. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim të shpirtit të tyre binjak, por pa fat. Për financat do jetë një ditë e qëndrueshme dhe pa vështirësi. Do arrini të kryeni të gjitha shpenzimet pa pasur asnjë problem. Akrepi. Jeta në çift nuk do jetë as pak e mirë sot. Do debatoni ashpër me partnerin dhe mund të merrni vendime ekstreme. Beqarët nuk duhet t'i ngatrojnë çështjet sentimentale me ato profesionale, sepse do vijë një ditë që do bëhen pishman. Perspektivat në planin financiar do jenë të mira. Do e dini sa të shpenzoni që situata të mos ketë përkeqësime. Shigjetari. Ditë shumë e zakonshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Komunikimi dhe bashkëpunimi do vazhdojë të mbetet i njëjtë. Beqarët do e bëjnë më në fund për vete personin që pëlqejnë.
dhe do fillojnë një etapë të re në jetën e tyre. Të ardhurat do jenë në të njëjtën gjendje si disa kohë më parë. Tregoni të matur me investimet e të skajshme. Britsjapi. Nëse nuk doni të përballeni me zhgënjime më vonë, mos i jepni liri të plot partnerit. Shpreheni ndjenjat, por mos bëni sigurisht i vetmi që ekziston mbi rrezullin toksor. Beqarët do ndihen mirë vetëm dhe nuk do ndjejnë nevojën e dikujt në krah. Financat nuk do jenë shumë të mira, por pas disa ditësh priten përmirësime të paimagjinueshme. Ujori. Ditë e këndshme kjo e sotme për të dashuruarit, edhe pse jo të gjithë dëshirat do ju plotësohen. Mundoni të kënaqeni edhe me pak ndonjëherë. Beqarët nuk do kenë fat në dashuri, por do jenë me fat në të tjera sektorë. Financat për të gjithë do jenë shumë të stabilizuara. Përfitoni për të kryer investimet më të domosdoshme. Peshqi. Marrëdhënia në çift do jetë më intensive dhe më e thellë gjatë kësaj dite. Do merreni vesh për gjithçka me partnerin dhe do merrni edhe vendime me rëndësi. Beqarët duhet të presin dhe pak kohë para se të vendosin çfarë do bëjnë. Megjithatë, mundësitë që do ju jepen për takime duhet të shfrytëzojnë sot. Financat menaxhojeni me sa më shumë seriozitet që të mundeni.